2 ditë përpara se opozita të vendoset përpara kryeministrisë për të protestuar për atë që e konsideron si parlamenti i opozitës dhe qytetarëve, Sali Berisha ka shpjeguar skenarin e partisë që drejton, sa i takon këtij hapi të radhës politik. Hapim foltorën parlamentare qytetare para kryeministrisë, një herë në javë, ku deputet dhe qytetarë do flasin, do thonë zërin e tyre. Pra, ky është qëllimi i kësaj proteste. Protestat tjera projektohen dhe do organizohen, por ato do pregaditen dhe do thirren në kohën më të përshtatshme. Javën e ardhshme, Berisha njoftoi se do të nisë analiza në parti për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, të cilën e konsideroi të vonuar për shkak të pritjes së raportit të OSBE-ODIR. Dol raporti, të garantoj që fillon që javën që vjen, analiza në parti. Kjo analizë duhet bëhet e plot. Me një kërkesë kam ndaj çdo antari, ndaj çdo mbështetësi. Kjo analizë duhet bëhet në përputhje me realitetin ekzistues. Edhe pse opozita i humbi 5 bashkitë ku më 9 nëntor u zhvilluan zgjedhje të pjesshme, Kryedemokrati është i mendimit se dalja me kandidat të pavarur ishte mënyra më e mirë. Në vlerësimin tim nuk ishte asnjë gabim. Spari. Opozita dëshmoi dhe duhet dëshmoj vullnet për hapje. Në një bashkëbisedim me qytetarët në rrjetet sociale, Berisha lajmëroi se do të dërgojë në gjykatën kushtetuese ligjin për barazinë gjinore, edhe pse deklaron se nuk ka pritshmëri nga ky institucion për ta kthyer ligjin. Ligjin sigurisht ne do e çojmë në gjykatë kushtetuese, por ajo mos prisin ndonjë gjë. Gjykata kushtetuese është në kontroll. Ka faktuar që është në kontroll në tërësi, jo në çdo akt. Pa përmendur emra, Berisha deklaroi se në Bruksel ka ambasador dhe zyrtar që janë të zemëruar me të se pse ai flet për narkoshtet. Ka ambasador, ka persona zyrtar të lartë, edhe në Bruksel, që janë të zemëruar me mua pse unë flas për narkoshtet.